Vajza e madhe në familje shpesh është personi më i ngarkuar me presion, edhe pse rrallë vjet re. Nuk është nëna apo babai, por ajo që mban më shumë barë në heshtje. Ajo mëson herët t'i fshehë ndjenjat e saj, jo sepse është e fortë, por sepse nuk dëshiron të shqetësojë të tjerët. Me kohën, heshtja bëhet mënyra e saj për t'u mbrojtur. Shpesh merr role për të cilat nuk ishte gati, duke u bërë ndërmjetëse, kujdestare dhe shembull për familjen. Rritet më shpejt se të tjerët për të mbajtur gjithçka në ekuilibër. Gjithashtu ndjen përgjegjësi për të gjithë, edhe kur askush nuk ja kërkon. Ajo mban bara që nuk janë të sajat dhe i sheh si shenjë dashurie. Por në të vërtet, forca nuk është të mos ndihesh presion, por të vazhdosh përballë tij. Dhe nëse je vajza e madhe, mos harro. Ke të drejtë të pushosh dhe të zgjedhësh veten.